تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا. أما بعد. Gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devijon dhe kë devijon Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për familjen e Tij dhe të gjithë shokët e Tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë Ti je I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar Ti, në të vërtetë Ti je I gjithdituri I urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me shpjegimin e librit Ad-Durusul Muhimme li Ammatil Ummah, mësime të rëndësishme për masat e përgjithshme të umetit, të autorit, dietarit kolosal, Sheikh Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz, Allahu e mëshiroft dhe e falt atë, na falt ne, prindrit tanë, mësuesit dhe dietarët tanë, dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Mëtej, kemi arritur të tema që ka të bëjë me sunetet në namaz. Ka thënë autori rahimahullah, ad-darsul ashir sunanus salah, do të thënë mësimi 10, që janë sunetet e namazit. Ka thënë sunanus salati minha al-istiftah. Do thotë prej suneteve të namazit janë duaja hyrëse ose lutja hyrëse. Wa ja'lu kaff al-yad al-yumna 'ala al-yusra fawqa as-sadri hina al-qiyam qabla ar-ruku'i wa ba'dahu. Vendosja ose vënia e dorës së djathtë mbi dorën e majt në gjoks ose mbi gjoks gjatë qëndrimit në këmbë, para rukus dhe pas rukus. Pastaj e treta, raf'u al-yadaini madmumatay al-asabi' mamdudatan hadwa al-mankibaini aw al-udhunaini 'inda at-takbir al-awwal wa 'inda ar-ruku' wal-raf'i minhu wa 'inda al-qiyam min at-tashahhud al-awwal ila ath-thalitha. Do thot ngritja e duarve me gishtat e bashkuar dhe të drejtuar, duke I ngritur në drejtim të supeve ose drejtim të veshëve gjatë tekbirit fillestar, do të thënë në tekbirin e hapjes së namazit, dhe duke shkuar në ruku, pas ngritjes nga rukuja dhe pas ngritjes ose gjatë ngritjes, do të thënë prej tashahudit të parë për në rekatin e tretë. E katërta, ma zada an wahidatin fi tasbihi ar-ruku'i was-sujud. Do të thënë sunet është përsëritja më shumë se një herë e tasbihut në ruku dhe në sejdë. Do të thënë fjalëve subhana rabbiyal azim dhe subhana rabbiyal a'la. E pesta, ma zada ala qawli rabbana wa lakal hamd. Do të thënë fjalë tjera që thuhen pas rabbana wa lakal hamd بعد القيام من الركوع، مثلا pas ngritjes nga rukuja. وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين, dhe gjithashtu përsëritja më shumë se një herë e duas për falje mes dy sejdëve. Do të thënë Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, do të thënë kjo o Zoti më fal. Pra përsëritja e kësaj është prej sunetit. E gjashta, gja'lu ar-ra'si hiyal adh-dhahri fi ar-ruku'. Do të thënë mbajtja e kokës në drejtim me shpinën në gjatë rukus. E shtata,
mujafatul adudaini anil jambain wal batni anil fakhidhain wal fakhidhain anil saqain fi sujud. Do të thënë largimi i krahëve nga anët e trupit, do thot, dhe largimi i barkut nga kofshët e këmbëve dhe largimi i kofshëve nga kërcint e këmbëve gjatë sejdës. E teta është raf'u dhira'aini 'anil ardi hina as-sujud, ngritja e brylave nga toka. Do të thënë që mos jenë në tokë gjatë sejdës. E nënta julusul musalli ala rijlihi al-yusra mafrushatan wa nasbu al-yumna fi at-tashahhud al-awwal wa bayna as-sajdatayn. Do të thënë ulja mbi këmbën e majt të shtrirë, do thotë këmbën e majt të shtrirë dhe këmbën e djathtë të drejtuar në tashahudin e parë dhe mes dy sejdave. E dhjeta at-tawarruku fi at-tashahhud al-akhir fi ar-ruba'iyya wa ath-thulathiyya wa huwa al-julus ala maq'adatihi wa ja'lu rijlihi al-yusra tahta al-yumna wa nasbu al-yumna. E dhjeta do thotë është kjo ulja që quhet tawarruk, do të thonë që njeriu të ulet në tokë me kofshën e tij, kurse këmbën e majt e fut nën këmbën e djathtë dhe e nxjerr, do të thonë nga ana e djathtë e trupit, kurse këmbën e djathtë e mban të drejtuar. Kjo në tashahudin e fundit, në namazet që kanë 4 rekate ose në namazin e akshamit që ka 3 rekate. E 11 al-isharatu bis-sabbabati fi at-tashahhud al-awwal wa ath-thani min hina yajlisu ila nihayati at-tashahhud wa tahrikuha 'inda ad-du'a. Do të thonë pra tregimi me gishtin tregues në drejtim të kibles, që nga fillimi i tashahudit, që kur ulet njeriu në tashahudin e parë dhe në tashahudin e dytë, dhe lëvizja e gishtit, do të thonë gjatë bërjes së duas. As-salatu wa at-tabriku ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ala Ibrahim wa ali Ibrahim fi at-tashahhud al-awwal. Do të thonë salavatet dhe do thotë salat dhe baraka, lutje për salat dhe baraka për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe familjen e tij dhe për Ibrahimin dhe familjen e tij në tashahudin e parë. E 13 ad-du'a fi at-tashahhud al-akhir. Do të thonë lutja, pra lutjet në tashahudin e fundit para selamit. E 14 al-jahru bil-qira'ati fi salati al-fajr wa salati al-jumu'ah wa salati al-'idayn wal-istisqa wa fi ar-rak'atayn al-ulayayn min salati al-maghrib wal-'isha. Do thot leximi me zë në namazin e sabahut, në namazin e xumas, namazin e bajrameve, në namazin e istisqas, në 2 rekatet e para të akshamit dhe të yacis. E 15 al-israru bil-qira'ati fi adh-dhuhri wal-'asr. Do të thonë leximi pa zë në drek dhe në ikindi. Wa fi ath-thalithati min al-maghrib, dhe në rekatin e tretë të akshamit, wal-akhiratayn min al-'isha, dhe 2 rekatet e fundit të namazit yacis. E 16 qira'atu ma zada 'an al-fatihati min al-Qur'an ma'a mura'ati baqiyati ma warada min as-sunan. Do të thonë gjithashtu tjetër prej suneteve të namazit është leximi i Kuranit në namaz pas surës Fatiha. Do të thonë, pasi ta përfundoj surën Fatiha, edhe kjo është prej suneteve. Pastaj thot, ma'a mura'ati baqiyati ma warada min as-sunani fi as-salati, siwa ma dhakarna. Edhe gjithashtu njeriu të ketë kujdes të ruaj, do të thonë të praktikoj edhe sunetet tjera që janë përmendur për në brenda namazit, do të thonë të tjera nga këto që i përmendëm këtu. Wa min dhalika ma zada ala qawli al-musalli rabbana wa lakal hamd ba'da ar-raf'i min ar-ruku' fi haqqi al-imam wal-ma'mum wal-munfarid fa innahu sunnah. Gjithashtu, do të thonë prej këtyre suneteve të tjera është duaja tjetër ose dhikri tjetër përveç fjalës rabbana wa lakal hamd pas ngritjes nga rukuja. Dhe kjo për imamin, për pasuesin, xhamatin dhe për atë që falet vet, sepse kjo është sunet. Wa min dhalika aidan, edhe kjo u përmend te këto që i numroj,
Gjithashtu tjetër prej suneteve, wad'ul yadayni 'ala ar-rukbatayni mufrajatay al-asabi' hina ar-ruku'. Gjithashtu vënia e duarve te gjunjt me gishtat e hapur, të zgjeruar, gjatë rukus. Dhe sunetet tjera. Në rregull, kjo është fjala e autorit Sheikh Abdulaziz ibn Baz rahimahullah. Pasi folëm një herë në fillim për kushtet e namazit, pastaj shtyllat e namazit, pastaj obligimet që janë në namaz, pastaj pason me përmendjen e suneteve të namazit. Do të thonë këto vepra, të cilat janë brenda në namaz, por nuk janë shtyll ose nuk janë obligim në namaz, por janë prej punëve të preferuara, janë prej sunetit. Dhe sqarimi i këtyre veprave ose fjalëve, kështu në detaje, do të thonë tregon se njeriu duhet të jetë i kujdesshëm dhe të kushtojë rëndësi këtyre veprimeve. Megjithse ato nuk janë obligim, mirë po njeriu duhet të jetë, do thotë të mundohet ta zbatoj dhe ta praktikoj sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në secilën imtësi. Dhe nëse këto sunete njeriu i praktikë, do të thonë, sepse nuk e do sunetin, edhe nuk do, do të thonë, të angazhohet me sunet, atëherë ka mundësi të hyjë te fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, men raghiba an sunnati falaysa minni. Do të thonë, kush nuk e do sunetin tim, ai nuk është i imi, ose kush i largohet sunetit tim, nuk është i imi, nuk është prej umetit tim. Do thotë, prandaj njeriu nuk lejohet që ti braktisë këtë sunete, dhe kur i mësojmë sunetet, pra shumë njerëz nga dobësia e fetarisë edhe nga devijimi, thotë kur e mëson një çështje se është sunet, sikur ta ketë mësuar se nuk duhet ta bëj, edhe më një herë braktisë. Do thotë, ky është rrezik. Ky është rrezik për fenë e njeriu, edhe ka mundësi, do të thonë, të hyjë në këtë hadith. Por me rëndësi është që njeriu t'i di normat e namazit, ta di çka është obligim dhe cila është rukn e kështu me radhë, sepse mund ndodh harresë në namaz, edhe ta di si duhet veproj kur ka harruar një rukn, ta di si veprohet kur e harron obligimin, dhe ta di se këto vepra tjera që janë sunet, domethënë nuk e prishin namazin, nuk ka, do thotë, përgjegjësi nëse e ka harruar, por edhe nëse ndonjëherë e le një sunet, domethënë se mungon zelli, domethënë ndonjëherë njeriu dobësohet edhe ndonjëherë ka mundësi që dëshiron ta kryej veprën më shpejt, edhe i shkurton sunetet, do thotë, nuk ka, pra namazi i tij është në rregull, nuk ka mëkat, se definicioni i sunetit është, nëse e bën me qëllim për të adhuruar Allahun, do thotë shpërblehet për të. Nëse nuk e bën, nuk ka dënim për të. Por me kusht që kjo mosbërja të jetë, do thotë si e përshkruam, mos jetë, do thotë me mos dëshirë ose largim prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto sunete që përmenden në namaz kanë pozitë të rëndësishme dhe janë shumë, do thotë, që ndikojnë për kompletimin e namazit. Do të thënë, këto janë që e zbukurojnë, e kompletojnë dhe e shtojnë shpërblimin e namazit. Ka shpërblime të shumta, dhe njeriu sa më shumë e zbaton në përpikri sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, aq më shumë ka shpërblime, do thotë, në këtë namaz. Këto që i përmendëm, që i ka radhitur Sheikh Ibn Baz rahimahullah, i shohim se ndahen në dy grupe. Sunete fjalë, do të thënë fjalë që janë sunet të thuhen në namaz, dhe veprime që janë sunet të thuhen në namaz. Prej suneteve në fjalë, do të thënë, është si dua ul istiftah, do të thënë lutja hyrëse në namaz. Gjithashtu subhana rabbiyal azim dhe subhana rabbiyal a'la më shumë se një herë në ruku dhe në sejdë respektivisht.
Gjithashtu Rabbena wa lakal hamd, do të thënë folëm për ta, ajo është prej obligimeve të namazit, por pastaj dhikri tjetër që është vërtetuar në hadithet sakta, pas kësaj fjale, është prej suneteve, do të thënë fjalë. Rabbi gfirli, përsëritja më shumë se një herë, do të thënë këto janë disa prej suneteve në fjalë. Gjithashtu grupi tjetër prej suneteve në vepra është për shembull ngritja e duarve në tekbirin fillestar, duke shkuar në ruku, duke u ngritur nga rukuja dhe duke u ngritur nga teshehudi i parë, do të thënë për në rekatin e tretë. Gjithashtu forma e rukus, do të thënë mbajtja e kokës në nivelin e shpinës, kurrizit, do të thënë drejt, pa e ulur kokën poshtë ose pa e ngritur përpjet, do të thënë kjo është prej suneteve veprore të namazit. Gjithashtu ato që kanë të bëjnë me sejdën, si bëhet sejdja, si bëhet ulja, kështu me radhë, gjitha këto janë vepra. Fillojmë me sunetin e parë, është duaul istiftah. Do të thënë kështu quhet, edhe duhet t'i mësojmë, edhe t'i shënojmë nga numër 1, duaul istiftah, do thotë kjo lutja hyrëse. Quhet istiftah ose hapëse, do të thënë lutja me të cilën e hap namazin, që thuhet pas tekbirit fillestar, pas tekbiratul ihram, do të thënë më një herë fillon me këtë lutje. Kjo lutje që thuhet këtu ka disa forma që janë transmetuar në hadithe sahiha. Edhe muslimani është mirë t'i mësoj të gjitha dhe t'i praktikoj, do të thënë ta ndryshoj praktikimin, sepse me këtë edhe e zbaton, do të thënë gjithë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do thotë nuk le një pjesë, edhe të kapet vetëm për një pjesë, dhe gjithashtu ndikon më shumë për përqendrim në namaz. Do të thënë kur i ndryshon lutjet, atëherë më shumë e shton koncentrimin, se kur bëhet vetëm e njëjta, do të thënë bëhet në mënyrë automatike, si robotike, edhe njeriu harron, do të thënë se çka ka thënë kështu me radhë. Prandaj është mirë të mësoj të gjitha këto lutje ose këto dhikra që janë në fillim të namazit, me të cilat hapet namazi. Një prej tyre, që është një prej lutjeve më të sakta, megjithse dikush ka thënë se është e dobët, se ka dobësi, mirë po e vërteta është se është hadith sahih. Dhe është, po përpara kësaj tregojmë se këto lutje që janë hyrëse, do të thënë shohim disa prej tyre janë lutje, kërkesë, do të thënë. Disa prej tyre janë madhrim dhe lartësim të Allahut, dhe disa që i bëjnë të dyja bashkë. Prandaj, do të thënë është me rëndësi që njeriu ta bëj të lloj-llojshme, do të thënë ti përdor të gjitha këto. Një prej këtyre që thamë se është sahih dhe është prej lutjeve më të mira sepse ka vetëm lartësim për Allahun subhanahu wa ta'ala. Është subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Do të thonë i lartësuar je o Allah, i pastër nga tmetat dhe e gjithë lavdia të takon ty. I bekuar është emri yt, i lartësuar është pushteti yt ose e lartësuar është fuqia yte, dhe nuk ka të adhuruar të drejtë përveç teje. Do të thonë me këtë e fillon namazin dhe ky është përkujtim shumë i rëndësishëm për tauhidul asma wa sifat, tauhid rububiyya, do të thonë tauhidul asma wa sifat dhe tauhid al uluhiyya. Do thotë është përkujtim për njeriu. Gjithashtu prej lutjeve që janë të vërtetuara është një që transmetohet në Sahihun e Muslimit, ku thuhet wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al-mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Do thot e drejtova fytyrën time për atë që i ka krijuar qiejt dhe tokën hanifan, do të thonë larg prej shirkut, me tauhid të pastër. Dhe unë nuk jam prej mushrikëve. Namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë për Allahun, Zotin e botëve. Gjithashtu prej lutjeve të tjera është Allahumma ba'id bejni wa bejne khatajaja kama ba'adte bejne al-mashriqi wal-maghrib
Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil-ma'i wath-thalji wal-barad. Do thot, o Allah, largom mua prej mëkateve të mia, siç e ke larguar lindjen nga perëndimi. O Allah, më pastro dhe më kthjello prej gjunaheve, siç pastrohet rroba e bardhë nga papastërtitë. O Allah, më laj prej gjunaheve me ujë, me borë dhe me breshër. Pra e shohim se kjo për shembull është vetëm lutje, vetëm kërkesa. Edhe duhet të përdoret disa herë. Dhe një prej lutjeve më të bukura, me të cilat fillohet namazi, është një lutje me të cilën pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka filluar namazin e natës. Do të thënë edhe këtu e vërejmë se në namazet farz, do të thënë shohim se ka tjera lutje që më shumë i ka përdorur pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Në namazin e natës ka disa lutje, dy unë që i di, të cilat me të cilat e ka filluar namazin e natës. Edhe këto janë me të vërtetë kuptime madhështore. Ka thënë në një prej këtyre lutjeve që transmetohet në Sahihun e Buhariut nga Abdullah ibn Abbas, ka thënë Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu laka mulku as-samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu anta nuru as-samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu anta maliku as-samawati wal ard wa lakal hamdu anta al-haqq wa wa'duka al-haqq wa qawluka al-haqq wa liqa'uka haqq والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت wala hawla wala quwwata illa billah. Dhe kjo është një prej lutjeve më të gjata të fillimit. Edhe me të vërtet, nëse kur ta shohim këtë lutje, do thot i përfshin të gjitha çështjet e besimit. Përforcim për besimin, se kemi thënë dhikri që është në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e bën njeriu, është ripërtrirje e imanit dhe përforcim i imanit. Dhe vazhdimisht riafirmim i çështjeve të akides. Edhe për këtë shkak, do të thënë ku ka më bukur se njeriu namazin e natës ta fillojë me këtë lutje, ku i riafirmon, i riforcon, i ripërtrin, do të thënë bazat e imanit, edhe çështjet e imanit. Dhe pastaj namazi i tij patjetër do të jetë me përqendrim më të madh. Pra thot në fillim, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard, o Allah, ty të takon lavdia, ti je mbikëqyrësi dhe mbajtësi i qiejve dhe të tokës dhe çdo gjë që ka në to. Ty të takon lavdia, i yti është pushteti i qiejve dhe të tokës dhe çdo gjë që ka në to. Ty të takon lavdia, ti je drita e qiejve dhe tokës dhe çdo gjë që ka në to. Ty të takon lavdia, ti je mbreti i qiejve dhe i tokës. Ty të takon lavdia, ti je i vërteti, dhe premtimi yt është i vërteti. Fjala yte është e vërteta, takimi me ty është e vërtet, xheneti është i vërtet, xhehenemi është i vërtet, pejgamberët janë të vërtet, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i vërtet. Dita e gjykimit është e vërtet. O Allah, ty të dorëzohem, ty të nënshtrohem, te ti besoj, ty të mbështetem, te ti kthehem, me emrin tënd debatoj, ose me fjalë dhe argumentet të tua debatoj, te ti gjykohem, do të thënë për secilën çështje. Mi fal gjunahet, ato që i kam bërë më përpara dhe ato që do t'i bëj më vonë, ato që i kam bërë fshehtas dhe ato që i kam bërë haptas, ti je ai që e ngredi këtë duash dhe e ul këtë duash, ose e çon përpara këndo dhe e çon mbrapa këndo, nuk ka të adhuruar të drejtë përveç teje, dhe nuk ka fuqi dhe nuk ka lëvizje përveç se me ndihmën e Allahut. Do të thënë me këtë fjalë e fillon njeriu namazin e natës, edhe me të vërtetë për natën e tij do thotë e ka ripërtrir imanin. Po ashtu prej duave që hyrse,
me të cilat e ka filluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazin e natës, është edhe një tjetër dua madhështore ku ka madhrim dhe lartësim të bukur për Allahun subhanahu wa taala dhe pastrim të tauhidit. Thotë aty thuhet Allahumma rabb Jibrail wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Do të thot, o Allah, o Zoti Gjebrailit, Mikailit dhe Israfilit. Pra, këta janë tre krijesat më të mëdha, do të thënë me lajket më të mëdha dhe më të fuqishëm dhe me pozitën më të lartë, dhe ne nuk i adhurojmë ata. Do thotë, nëse i shohim të fetë tjera, ose të grupet të devijuara, kur përmenden këta me lajke, për shembull, kanë, do të thonë që i adhurojnë. Edhe, për këtë shkak Allahu subhanahu wa taala u thot në ditën e gjykimit me lajkeve, a juve ju kanë adhuruar këta, dhe ata distancohen, thonë, ti je Zoti ynë, ti je mbrojtësi ynë, ne, do të thënë, nuk kemi punë me këta që na kanë adhuruar ne. Edhe këta me lajke, këta, do të thënë, krijesa madhështore, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos lejuar t'ju tregoj për një prej bardhësve të Arshit, dhe ka thënë mes të butës së veshit të tij dhe deri te supi i tij ka ecje 500 vjet. Do të thënë krijesa madhështore. Mirëpo ne themi o Allah, ti je Zoti i tyre dhe krijuesi i tyre. Allah, o Zoti Gjebrailit, Mikailit dhe Israfilit, o krijuesi i qiellit dhe të tokës, o i gjithdijshëm për të fshehtën dhe të dukshmen, ti gjykon mes robërve të tu për atë që ata kundërshtohen. Mudhëzo mua në atë që në të cilën janë kundërshtuar njerëzit, do thotë, në mudhëzo në të vërtetën, rreth të cilës kundërshtohen njerëzit, sepse ti udhëzon këtë duash në rrugën e drejtë. Do thotë, këto janë me të vërtetë prej lutjeve të bukura me të cilat njeriu duhet ta fillojë namazin, dhe sidomos këto në namazin e natës dhe në teravi, do thotë se këto namaze janë që njeriu ta përforcojë imanin, edhe ta përforcojë lidhjen me Allahun subhanahu wa taala. Edhe janë shtytëse dhe mbushëse të energjisë së imanit që njeriu të vazhdojë më tutje, do thotë, në obligimet e përditshme. Kjo është një prej suneteve. Do të thënë, gjitha këto që i përmendëm janë sunet të namazit. Pastaj, do të thënë, njëherë fillon tekbiri fillestar që është rukn, pastaj kjo dua që është sunet, pastaj fillon leximi i surës Fatiha, e cila është rukn e namazit, është shtyllë e namazit. Më tutje thot tjetri sunet është vënia e dorës së djathtë mbi dorën e majt mbi gjoks në gjatë qëndrimit në këmbë dhe pas qëndrimit në këmbë, do të thënë para rukus dhe pas rukus. Do thotë mendimi i Sheikhit Ibn Bazit rahimahullah është se duhet qëndrimi të jetë, do të thënë kjo lidhja e duarve, vënia e dorës së djathtë mbi dorën e majt në namaz, në gjoks, është gjithmonë kur njeriu është në këmbë. Do të thënë, dhe ky është mëdhëbi i disa prej dietarëve, duke u bazuar në argumentet e përgjithshme. Do thotë ajo që është përmendur për qëndrimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këmbë është se i ka vendosur duart në këtë mënyrë. Dhe një prej haditheve është ajo që transmeton Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna ma'ashira al-anbiya umirna an nu'akhkhira suhurana wa nu'ajjila faturana. Do të thënë, ne pejgambert jemi urdhëruar që ta vonojmë syfyrin, ta shpejtojmë iftarin, wa an numsika bi aymanina ala shama'ilina fi salatina, dhe ta kapim dorën e majt me dorën e djathtë në namaz. Do të thënë, duke vendosur dorën e djathtë mbi të majtën në namaz. Dhe urtësia e kësaj është
do të thonë shtimi i përulësisë para Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë kur njeriu qëndron i drejtuar para Allahut, edhe e kap dorën e majt me dorën e djathtë dhe i vendos në gjoks, edhe është i përqendruar dhe i përulur. Do të thonë është pamje e përulësisë dhe e shfaqjes së robrisë para Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë ndryshe është nëse i kishte pasur duar të lëshuara, edhe ndoshta fillon edhe ndonjë lëvizje kështu me radhë, do të thonë që nuk tregon se është i përulur. Ku vihen duart? Do të thonë e kuptuam me hadithe të qarta, dhe ky edhe të tjerë ka që do të thonë sigur në këtë hadith që thotë se pejgamberët janë të urdhëruar në namaz ta vendosin dorën e djathtë mbi të majtën. Dhe gjithashtu kanë prej sahabeve që ka thonë do thotë kanë përmendur se njerëzit, do të thënë sahabët, janë urdhëruar që ta vendosin dorën e djathtë mbi të majtën në namaz. Dhe po ashtu transmetohet nga Hulb at-Tai radhiyallahu anhu, thotë e kam parë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që kishte vendosur dorën e djathtë mbi të majtën në namaz. Do të thonë në shumë hadithe kjo është e qartë. Por ku duhet të mbahen duart? Ka ihtilaf. Do të thonë në shumë transmetime përmendet gjoksi. Dhe kuptimi është, do të thonë pjesa ku mbaron gjoksi deri përmi kthiz. Do të thonë kjo është mendimi më i saktë, sepse pa hyrë shumë në detaje. Do të thonë më e saktë është se çdo transmetim që është hasan ose sahih, ose edhe qoftë edhe mursel, do të thonë prej tabinëve, do të thonë tabini thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vendosur duart kështu mbi kthiz, do të thonë gjitha këto që janë hasan ose sahih, janë, do të thonë përmendet pjesa mbi kthizën dhe përpjet. Kurse ato që ku përmendet kthiza është një hadith që transmetohet nga Aliu radhiyallahu anhu, dhe ai është hadith shumë i dobët. Do të thonë prej haditheve më të dobta në zinxhir, dhe gjithashtu teksti i tij bie ndesh me hadithin që është sahih, që Aliu radhiyallahu anhu e ka komentuar fjalën fasalli li rabbika wanhar, do të thonë falu për Zotin tënd, dhe fjala në gjuhën arabe inhar, do të thonë përmendet qafa, nahar, do të thonë që është, do të thonë e buta e qafës ku fillon gjoksi, do të thonë kësaj thuhet nahar ose gjithë qafës. Për këtë shkak, do të thonë disa kanë thonë që është për qëllim fal namaz për Zotin tënd dhe prej kurban. Do të thonë se gjithashtu thuhet inhar, do të thonë therrja e devës. Por është transmetuar se Aliu radhiyallahu anhu e ka komentuar këtë, do të thonë falu për Zotin tënd dhe vëri duart në gjoks, në namaz, do të thonë. Prandaj ky hadith që thotë se i ka vënë duart nën kthiz dhe është i dobët në zinxhir, edhe bie ndesh me këtë fjalë që është sahih, do të thonë bëhet hadithi edhe më i dobët dhe quhet munkar. Do të thonë kur i dobti e kundërshton atë që është sahih, quhet hadith munkar. Pra shkurtimisht, thotë në mendimi më i saktë është që duhet vendosen duart në gjoks ose pak nën gjoks. Do thotë në pjesën ku fillon e buta të gjoksi ose gropa e gjoksit. Dhe kurse mendimi në madhhabin Hanefi dhe madhhabi Hanbali gjithashtu janë se duart vendosen nën kthiz. Edhe argumente kanë marrë këtë hadith, mirë po hadithi do të thonë të Aliut radhiyallahu anhu, për ai është i dobët. Wallahu a'lam. Ka thonë autori qabla ar-ruku'i wa ba'dahu. Do të thonë kjo vënie duarve duhet të jetë para rukus dhe pas rukus, njësoj. Pra ky është mendimi i Sheikh Ibn Baz rahimahullah dhe mendimi i Malikive dhe Hanbelive,
Do të thonë se ose një mendim me mëdhëbin Hambeli, do të thonë që duhet të mbahen duart të lidhura në këtë formë gjithmonë kur është njeriu në këmbë, para rukus ose pas rukus. Kurse Hanefit dhe Shafit thonë se më e mirë është që njeriu t'i lëshojë duart pas rukus, se kanë thonë është qëndrimi i shkurt, do të thonë dhe nuk ka kohë për vendosje të duarve kështu me radhë, është qëndrimi i shkurt. Por kjo gjithashtu është kundërshtuar se do të lexojmë disa prej dhikreve që i ka bërë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam pas rukus, do të thonë që tregon se është kohë shumë e gjatë. Edhe po ashtu është transmetuar në hadith se kanë thënë sahabët që ndronte aq gjatë pas rukus që mendonin se nuk do të bjerë në sejdë. Do të thonë prandaj nuk është ai argument se është koha shumë e shkurtë kështu me radhë. Wallahu a'lam. Kurse është pyetur Imam Ahmedi, ka thonë a duhet t'i lidh duart njeriu pas rukus, ka thonë nëse do i lidh, nëse do nuk i lidh. Do të thonë duke e parë se nuk ka argument të drejtë për drejtë që specifikon mënyrën se si ka ndëtur pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ose çka ka urdhëruar në lidhje me qëndrimin në këmbë pas rukus, nuk ka specifik. Por me që nuk ka specifik dhe disa prej dietarëve argumentojnë për këtë qëndrim pas rukus, do të thënë me argumentet e përgjithshme, do të thënë gjitha këto argumente për vënien e dorës së djathtë mbi të majtën, pra janë të përgjithshme dhe prej namazit mund të veçohet vetëm ajo për cilën ka argument të veçantë. Do të thënë si është qëndrimi në ruku, për cilën ka argument të veçantë në sejdë, mes dy sejdëve, ose në ulje si mbahen duart, që do më thonë se në atë pjesë ku nuk është përmendur ndonjë argument i veçantë, do thotë veprohet me argumentin e përgjithshëm. Wallahu a'lam. Pra gjitha këto janë në temën e suneteve të namazit. Do thotë nuk i prishet namazi njeriu nëse i mban duart lidhur ose nuk i mban, por ajo që është më e saktë sipas sunetit pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, këtë e përmendim që të jetë namazi më i plot, që të shtohet edhe për ulësia, khushu'i, do të thonë, edhe bukuria e namazit e kështu me radhë, wallahu a'lam. Tjetri sunet që u përmend është ngritja e duarve. Do thotë në 4 vende. Pra në 4 vende në namaz, dhe këto 4 janë tekbiri fillestar, kur e fillon njeriu namazin, tekbiri për të shkuar në ruku, edhe ngritja nga rukuja, duke thënë semi Allahu limen hamida, do të thënë këto janë 3 vende, dhe vendi i 4 është ngritja pas të shahudit parë për në rekatin e 3. Do të thënë në këto vende ngrihen duart dhe kjo është vërtetuar në disa hadithe. Ka thonë raf'ul yadaini madmumatay al-asabi' mamdudatan, do të thënë ngritja e duarve me gishtat e mbyllur. Po nuk është qëllimi, do të thënë shtrëngimi i gishtave, por mos jenë të hapur, do të thënë të jenë të mbyllur mesatarisht dhe të drejtuar, do të thënë drejt, jo sikur disa, do të thënë me gishtat e shtrembuar, dhe gishtat e drejt dhe të mbyllur me mbyllje të lehtë, do thotë. Dhe këto të ngritura duart, do të thënë në lartësinë e supeve, do të thënë në këtë lartësi ose në lartësinë e veshëve. Do thotë të dyja janë si do t'i lexojmë hadithet. Pra thotë hadhu al-mankibain aw al-udhunain. Do të thonë në drejtim të supeve ose në drejtim të veshëve. Do thotë ngrihen duart në këtë mënyrë. Si tham, të mbyllur gishtat, jo të hapur, është transmetuar, do të thënë se Ebu Hurajra radhiyallahu anhu i ka treguar njerëzve se si i ka ngritur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duart, dhe gjithashtu pastaj transmetuesit nga Ebu Hurajra gjithashtu me vepër e kanë transmetuar, secili e ka treguar veprën. Ebu Amir edhe ka thonë i ka ndarë, do të thënë nuk i ka hapur gishtat,
Pra nuk janë gishtat e hapur, po janë të mbyllur. Dhe thot, lem yufarrij baina asabihi, do të thonë nuk i ka hapur dhe nuk i ka mbyllur, por i ka pasur, do të thonë të mbyllur por të lirë. Ose gjithashtu ka thënë fafarraja baina asabihi tafrijan laysa bilwasi', do të thonë i ka ndarë gishtat me ndarje që nuk është e gjerë. Pra do të thonë nuk i ka hapur në atë mënyrë, walam yadum baina asabihi, edhe gjithashtu nuk i ka mbyllur, wala ba'ada bainahuma, edhe nuk i ka larguar. Do thotë kjo është ngritja e duarve e saktë. Do thotë dhe lartësia që është përmendur, do thënë në drejtim të supeve ose në drejtim të veshëve. Dhe askund nuk është përmendur prekja e supeve ose prekja e veshëve. Sepse do thotë ky drejtimi, do të thënë i ka bërë disa njerëz që nga vezveset, do të thënë duke i afruar, do të thënë që të jenë sigurt se janë në drejtim të veshëve dhe kanë filluar edhe t'i prekin dhe për këtë nuk ka asnjë lloj argumenti në transmetimet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose sahabët. Do thotë prekja e veshëve nuk është prej sunetit, gjithashtu as prekja e supeve, sepse disa i prekin me këto gishta, do të thënë në këtë mënyrë, gjithashtu nuk është prej sunetit. Kjo ngritje, do të thënë bëhet te tekbiri fillestar dhe njësoj te tekbiri për të shkuar në ruku dhe për kthimin nga rukuja, siç është transmetuar nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, i cili thot se e kam parë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur e ka filluar namazin, i ka ngritur duart në drejtim të supeve dhe para se të shkojnë në ruku dhe kur është ngritur prej rukuje. Do thot këto i ka përmendur në këtë hadith. Gjithashtu nga Malik ibn Huwairith radhiyallahu anhu transmetohet se ka thënë wa idha arada an yarka'a rafa'a yadayhi. Gjithashtu kur donte të shkojnë në ruku, i ngrinte duart, kur e ngrinte kokën prej rukus, i ngrinte duart. Gjithashtu është transmetuar nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma se ka thënë, do të thënë ai kur është falur, pra i ka ngritur duart kur ka marrë tekbir fillestar, kur ka shkuar në ruku, kur është ngritur prej rukus dhe kur është ngritur nga teshahudi i parë, dhe ka thënë në këtë mënyrë ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thotë që është hadith marfu'. Pra këto 4 vende janë në hadithe në numër më të madh, edhe janë me zinxhir më të fortë. Gjithashtu ka edhe hadithe të tjera, do të thënë më pak, dhe zinxhir që janë hasan ose sahih, po janë më të dobët, ku përmendet se ngritja e duarve bëhet në secilën ngritje dhe ulje. Do të thonë, në tekbirin fillestar, për të shkuar në ruku, për ngritje nga rukuja, për të shkuar në sejdë, për ngritje nga sejdja, edhe për sejdën tjetër, edhe për ngritjen për rekatin e dytë, do thotë në secilën ngritje dhe ulje, ngrihen duart, që do të thonë se edhe kjo është sahih, mirë po, kur i shohim transmetimet që kanë përmendur vetëm ato 4 vende, do të thonë se kjo tjetra, do thotë është më e rrallë. Edhe është mirë që ndonjëherë të praktikohet dhe është vërtetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por më rrallë. Mirë, tjetër prej suneteve të namazit është përsëritja e tesbihut në ruku dhe në sejdë më shumë se një herë. Përmendëm se fjala subhana rabbiyal azim në ruku dhe subhana rabbiyal a'la në sejdë është prej çka? Prej obligimeve të namazit, po. Do thot një herë është obligim. Edhe i përmendëm argumentet urdhri i Allahut në Kur'an dhe i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse thënia më shumë se një herë është prej sunetit. Do të thonë edhe 3 herë, edhe më shumë se 3 herë është sunet të thuhet subhana rabbiyal azim dhe subhana rabbiyal a'la. Pastaj ma zada ala qawli rabbana wa lakal hamd. Gjithashtu edhe për këtë fjalë treguam se është obligim. Dhe ky është obligim i qëndrimit në këmbë pas rukus. Do thotë gabimi që e bëjnë shumë njerëz dhe Sheikhul Albani rahimahullah e ka
përmendur disa herë që duhet ta kenë parasysh njerëzit. Folëm për çështjen a duhet ta thotë xhamati fjalën semi Allahu limen hamida kur falet me imam. Dhe më saktë është që duhet ta thonë, por edhe ata dietar, domethënë ka dietar të ehlus sunetit që thonë se nuk thuhet, nuk e thonë domethënë xhamati semi Allahu limen hamida. Mirpo gabimi që bëhet, do thotë është se e kanë zëvendësuar fjalën semi Allahu limen hamida me fjalën Rabbana wa lakal hamd. Edhe këtë thotë Sheikh Albani se u humbin dy sunete. Njëherë u humb ky dhikr i kalimit nga rukuja në këmbë, pra semi Allahu limen hamida, ky është dhikr që thuhet në kohën e kalimit nga rukuja në këmbë. Këtë nuk e thonë, dhe gjithashtu u humb edhe thënia e Rabbana wa lakal hamd duke qëndruar në këmbë. Sepse duke thënë imami semi Allahu limen hamida, më njëherë thonë Rabbana wa lakal hamd duke u ngritur. Edhe atëherë kur qëndron në këmbë, do të thonë as nuk e ka thonë dhikrin e transferit, as dhikrin e qëndrimit në këmbë. Prandaj duhet pasur kujdes, edhe nëse dikush e ka mendimin që nuk thuhet semi Allahu limen hamida, atëherë duhet ngrihet duke e ndjekur imamin. Dhe Rabbana wa lakal hamd ta thot duke qëndruar në këmbë, sepse është prej obligimeve të namazit, do të thonë obligim që të thuhet në këmbë. Pastaj, pas kësaj, ka sunete që janë transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një prej tyre është, pasi thot njeriu Rabbana wa lakal hamd, vazhdon mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ahla al-majd wa ath-thana' wa ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at wala yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Do të thënë kjo është dhikr që thuhet duke qëndruar në këmbë, që do të thonë o Zoti ynë, ty të takon lavdia, sa mbushen qiejt dhe toka, dhe sa mbushet çdo gjë mes tyre, dhe sa mbushet çdo gjë që dëshiron ti pas tyre. Ti je meritori për çdo lëvdat dhe çdo lavdi dhe madhrim. Kjo është fjala më e vërtetë të cilën e thot robi, dhe të gjithë ne jemi robër për ty, do të thonë robrit e tu. O Allah, nuk ka wa kulluna laka 'abd, Allahumma la mani'a lima a'tayt, do të thonë Allah nuk ka kush ta japë atë që ti e pengon, dhe nuk mund ta pengoj askush atë që ti e jep, dhe nuk bën dobi asnjë fuqi, sepse gjithë fuqia është prej teje. Po ashtu është transmetuar në hadith sahih të cilin e transmeton Muslimi se ka thënë Allahumma tahhirni bith-thalji wal-baradi wal-ma'il barid, o Allah më pastro me borë, me breshër dhe me ujë të ftohtë. Allahumma tahhirni min adh-dhunubi wal-khataya, o Allah më pastro prej mëkateve dhe gjunaheve, kama yunqqa ath-thawbu al-abyadu min al-wasakh, si pastrohet rroba e bardhë prej papastërtive. Po ashtu është transmetuar se një njeri ka thonë Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Do thot, o Allah, o Zoti ynë, ty të takon lavdia, lavdi e shumt, e mirë, e pastër dhe e bekuar. Si do dhe si është i kënaqur Zoti ynë, do të thonë si çdo dhe siç është i kënaqur Zoti ynë. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pash 30 ca me lajke ose 40 me lajke duke nxituar kush ta shkruaj i pari këtë lutje. Do të thënë i ka thënë atij njeriu, që do thotë se të gjitha këto janë prej sunetit. Edhe ka mundësi që njeriu t'i bëj të ndryshme, njëherë njërën, njëherë tjetrën, si tham, ose mundet edhe t'i bashkoj nëse ka qenë leximi i Kuranit shumë i gjatë, edhe atëherë qëndrimi në ruku duhet bëhet më i gjatë, dhe qëndrimi pas rukus duhet ti përafrohet në kohë zgjatje qëndrimit në ruku. Do thotë edhe kjo është prej suneteve këtu. Prandaj Sheikh Ibn Baz më në fund ka thonë dhe sunetet të tjera që janë të vërtetuara në hadithe sahiha, sepse këto që i ka përmendur janë vetëm shembuj, ose shumicën e ka përmendur, mirë po ka edhe të tjera. Dhe një prej tyre është që rukuja, qëndrimi pas rukus, sejdja dhe ulja mes dy sejdave, tjetë në kohë zgjatje pavarësisht të
të jenë të barabarta. Do të thonë nuk duhet njëra të zgjatet shumë, tjetra shumë shkurtë kështu me radhë, por duhet të jenë të barabarta. Dhe kjo kohë zgjatje duhet të jetë e përshtatshme në raport me qëndrimin këmbë në leximin e Kuranit. Do të thonë nëse për shembull namazin e akşamit njeriu lexon shumë shkurt, atëherë rukun, sejdë dhe në këto qëndron kohë të shkurt. Por nëse është leximi shumë i gjatë, atëherë edhe qëndrimi në ruku duhet të jetë më i gjatë, edhe qëndrimi pas rukus do të jetë parafërsisht i barabartë me qëndrimin në ruku. Edhe prandaj ka mundësi që të thotë më shumë se një dhikr. Do të thënë pasi të gjitha janë sahiha në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tjetri sunet është thënia e më shumt, do të thënë më shumë se një herë e fjalës Rabbi gfirli mes dy sejdëve. Do të përmendëm që Sheikh Ibn Baz ka thënë se është prej obligimeve. Pra ulja mes dy sejdëve është shtyll dhe gjatë qëndrimit ulur mes dy sejdëve është obligim të thuhet Rabbi gfirli një herë, kurse më shumë herë është sunet, edhe është prej veprave të mira. Mund të thotë shumë herë Rabbi gfirli, mund të thotë edhe tjetrën që është vërtetuar në sunet, Allahumma gfirli, warhamni, wahdini, wajburni, waafini, warzuqni, warfa'ni. Ose ti përsëris këto. Prej suneteve që janë vepër, është drejtimi i kokës drejt me shpinën, ose me kurizin, gjatë rukus. Do të thonë që mos jetë koka e ulur poshtë, do të thonë kuptohet se shpina duhet të jetë e drejtuar paralel me tokën, kur njeriu është në ruku. Dhe kokën duhet ta ketë në drejtim me shpinën. Do të thonë sa ka mundësi, kjo nuk do të thotë që njeriu duhet të bëhet vezvese dhe të shtrëngohet e kështu me radhë, po qëllimi është që mos e ul kokën poshtë, as mos e ngrej përpjet. Do të thonë mos e ul si delja që e ul kokën, as mos e ngrej, do të thonë si kanë thënë si gjarpri që e çon kokën, do të thonë shpinën drejt edhe kokën përpjet. Ajo nuk është prej sunetit. Pra suneti është që të jetë koka në drejtim me shpinën. Si është transmetuar nga Ebu Humeid as-Sa'idi radhiyallahu anhu, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë ruku, pastaj është drejtuar, do të thonë, dhe nuk e ka ulur kokën, as nuk e ka ngritur, do të thonë në ruku. Kurse duart i ka vendosur në gjunjë, do të thonë i ka kapur gjunjët me duar. Tjetri sunet është largimi i krahëve nga anët e trupit. Do të thonë tani flasim për sejdën. Për sejdë treguam se sejdja është shtyllë e namazit, dhe që kjo shtyllë të jetë e plot, do të thonë duhet t'i plotësoj këto shtylla tjera. Dhe ato janë që në tokë të jenë vendosura 7 pjesë. Do të thotë balli me hundën, 1 pjesë, duart 2 pjesë, gjunjë 2 pjesë dhe ana e poshtme e gishtave të këmbës të jetë në tokë. Atëherë sejdja plotësohet, edhe kjo shtyllë është plotësuar. Por prej suneteve është që kur është në sejdë, njeriu duhet t'i zgjeroj krahët, do të thënë jo t'i mbaj të mbështetur në trup, por të jenë të larguar. Gjithashtu ta largoj barkun nga kofshët e këmbëve, do të thënë jo siç është ulur vetëm ta ul trupin, por duhet të ngrihet pak edhe do të thonë ta ketë barkun të ndarë nga kofshët dhe kofshët të ndara nga pjesa e kërcirit. Do të thonë të jetë i çuar nga toka dhe për të shkuar në sejdë. Kjo është forma në cilën e ka bërë sejdën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kjo është forma e plotë e përulësisë, që i gjithë trupi është i përulur në sejdë. Përndryshe nëse e ka gjithë trupin të bashkuar, do të thonë nuk duket si është, do të thonë nuk është përulësi në sejdë. Po ashtu ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që njeriu t'i vendos brylat në tokë kur është në sejdë. Edhe ka thënë mos bëni sejdë, do të thonë mos u shtrini siç shtrihet qeni, do
do të thonë duke i vendosur brylat në tokë, si forma e shtrirjes së qenit. Por duhet të jenë brylat ngritur, kurse duart në tokë, brylat ngritur dhe të larguar nga anët e trupit. Që do më thonë se mezi i trupit duhet jetë më lartë se koka për në sejdë. Do thotë jo vetëm të shtrihet njeriu, po duhet të ketë formën e trekoncit, më thonë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i'tadilu fi sujud wala yabsud ahadukum dhira'ihi imbisat al-kalb, do thotë drejtohuni në sejdë dhe mos i shtri njeriu krahët, do të thonë siç i shtrin qeni në sejdë, ose brylat ose para krahët. Tjetër prej suneteve në vepra është që në tashahudin e parë dhe uljen mes dy sejdëve. Si ulet njeriu, domethënë që është duke u falur, dhe gjitha këto që i përmendën vlen njësoj si për gratë si për burrat. Domethënë nuk ka dallim, nuk ka ndonjë argument që tregon dallim në formën e namazit mes grave dhe burrave, wallahu a'lam. Ulja është, do thotë ka dy emra, iftirash dhe tawarruk. Domethënë iftirash do të thotë që njeriu ta shtri poshtë vetes këmbën e majt. Domethënë edhe të ulet mbi këmbën e majt, kurse këmbën e djathtë e mban të ngritur drejt me gishtat në tokë të drejtuar nga kibla. Kjo është në uljen e parë dhe në uljen mes dy sejdëve, kurse në uljen e fundit quhet tawarruk. Dhe tawarruk do të thonë që njeriu të ulet në warik, i thuhet, do thotë në anën e majt, do të thonë të kofshës në tokë, kurse këmbën e majt e çon, do të thonë poshtë këmbës djathtë, edhe e vendos kofshën, do thotë në tokë. Kurse këmbën e djathtë, Shekhe Ibn Bazi ka përmendur që e mban drejt, do të thonë si te ulja e parë, mirë po për këtë janë transmetuar 3 forma, do të thonë kjo, një, dhe gjithashtu forma tjetër që edhe këmbën e djathtë ta lëshoj në anën e djathtë, dhe kurse këmbën e majt ta ketë poshtë këmbës djathtë, dhe forma tjetër është që këmbën e majt e fut nërmjet këmbës djathtë, do të thonë nërmjet kërcirit dhe kofshës, kurse të djathtën e mban të lëshuar në anën e djathtë. Tjetër prej suneteve është el-isharatu bis-sababa, do të thonë tregimi me gisht në drejtim të kibles, me gishtin tregues, do të thonë në tashahudin e parë dhe të dytë, që nga momenti i uljes deri në fund. Do të thonë ky është suneti. Edhe lëvizja e gishtit, gjithashtu është sunet, dhe për këtë ka disa hadithe, dhe një prej atyre përmend që e ka lëvizur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gishtin. Për këtë shkak, disa kanë thënë se ky hadith është shadh, do të thonë se është i dobët, mirë po e vërteta është se nuk është shadh, pasi nuk për qenë hadith i shadh, do të thonë duhet të kundërshtoj hadithet më të sakta ose numrin më të madh, dhe këtu nuk ka kundërshtim. Do thotë vendoset gishti, bëhet shenjë, do të thonë isharet në drejtim të kibles. Edhe kjo është për pohimin e tauhidit ose ilustrimin e tauhidit. Edhe gjithashtu lëvizet, do të thonë me lëvizje të lehtë ose të ngadalshme, duke mos e larguar nga kibla, do të thonë jo nga qielli, nga toka, me lëviz, po në drejtim të kibles me lëvizje të lehtë dhe të ngadalshme, wallahu a'lam. Dhe lutja në fund të tashahudit, pra përmendëm për dispozitën ose normën e tashahudit, normën e salavateve, dhe më saktë është se edhe salavatet janë sunet. Pastaj lutja është sunet edhe prej vendeve më të mira, folëm për këtë, pra njeriu nuk duhet të nxitoj, pasi e përfundon tashahudin dhe salavatet, nuk duhet të nxitoj për të dhënë selam, por duhet të vazhdoj më shumë dhe të lutet më shumë në këtë pjesë para se të japë selam. Tjetër sunet është leximi me z në namazet që lexohet me z. Do të thonë dhe
i din musliman, do të thonë është namazi i sabahut, gjithashtu namazi i xumas, namazet e bajrameve dhe namazi i istisqas, do të thënë namazi për kërkimin e shiut. Po ashtu s'është përmendur këtu edhe namazi i eklipsit, falet me zë. Kurse pastaj 2 rekatet e para të akşamit dhe të yatsis. Do të thënë në këto është sunet lexohet me zë. Prandaj nëse imami për shembull harron të lexojë me zë, ta zamosh në namazin e yatsis edhe fillon surën Fatiha pa zë. Edhe dikush e kujton. Do të thënë atëherë nga ai moment e vazhdon me zë. Nuk është e lidhshme që të kthehet edhe një herë ta përsërisë surën Fatiha. Do të thënë nëse ka arritur deri te iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kur ja ka kujtuar dikush se duhet me zë, vazhdon prej aty. Do të thënë nuk e fillon sepse nuk është e lidhshme që të përsëritet sura Fatiha 2 herë. Kurse leximi me zë është sunet. Do të thënë tani për shkak të sunetit nuk lejohet të bëhet diçka që është kundërshtim me rregullat e namazit. Nga ana tjetër sunet është gjithashtu të lexohet pa zë në namazin e drekës dhe të ikindis, dhe rekatin e tretë namazit të akşamit dhe 2 rekatet e fundit të namazit të yatsis. Edhe kjo është prej suneteve. Ka mundësi që dikush habitet fillon me zë, i përkujtohet dhe e vazhdon pa zë. Nuk ka se visejtë, nuk ka, domethënë, diçka të tillë. Leximi pas surës Fatiha. Domethënë pasi e përfundon surën Fatiha, e cila është shtylla e namazit, leximi i Kuranit jashtë surës Fatiha është prej suneteve. Dhe ka thonë pra autori më në fund, dhe si dhe sunetet tjera që ka argument, do të thonë në çdo gjë tjetër në namaz është sunet. Çdo gjë që është përmendur në ndonjë hadith e kështu me radhë, do të thonë është prej suneteve të namazit, siç është për shembull zgjerimi i duarve në ruku, për ta zgjerimi i gishtave, do të thonë për t'i kapur gjunjt në ruku, është sunet. Po ashtu mund ta sillim si shembull edhe te ulja në teshahudin e fundit, do të thonë teshahudin e parë vetëm vihen duart mbi kofsh, duke bërë, do të thënë me gishtin si e përshkruam, kurse në teshahudin e fundit, sunet është që të kapet me dorën e majt gjuri i majt, do të thënë edhe mbështetet njeriu në krahun e majt. Kurse me të djathtën, do të thënë e ngre gishtin edhe bën, do të thënë si u përmend në hadithe. Këto janë disa prej suneteve të namazit dhe që njeriu duhet t'i kushtoj rëndësi dhe t'i praktikoj, duke u munduar që gjithashtu ta shtojë edhe përqendrimin në namaz dhe duke i lutur Allahut që i lutemi Allahut subhanahu wa taala që të na ndihmojë ta përmendim, ta falenderojmë dhe në mënyrën më të bukur atë ta adhurojmë. Dhe lutim Allahun që të na bëjë të dobishme atë që na ka mësuar, të na mësojë atë që na bën dobi, të na shtojë deturinë dhe të na përmirësojë gjendjen tonë në tërësi dhe mos na lërë të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.